Përshëndetje shikues dashur, ju që jeni të ndjek si çdo shtunë përmes radio televizionit Dugagjini. Dhe ju, si keni huqë dhe nish përpuq dhe ne jeni paqu e loko, mos harroni, kanali im zyrtar në YouTube është me Shukin. Klikoni dhe abononi, mos e paçi pa ditë. Ndisni videon. Okay, this is a mouse. Mouse has a right click, has a click in the scroll wheel. Jam i habitur me qëta shamir, madje i befasuar. Më keni nëzon zgabim, thot një fjale mëq me pelazge, por jo edhe i shokuar. Njeriu që shokohet, i bie, është njeri pashve fucked up. Krejt shokët e mi, pra shokohet ta që ka shokët e mi. Derisa une, me që dhe shamir, kemi të bëjmë dhe me një kryetar. Në spotlight, ose në qendër të vëmendjes, është i pari Prishtinës, kryetari im dhe juaj. Dhe fundit të dashur miq të shamir, të cilat janë tu shpërthyt totalisht, një zhurmë e madhe mediale, vizitës së shpendit. Për një perspektive temën, du me zbërthy me juve krejt këtë muhabet në një rubrik. Rubrika quhet Majnin men, keni me hjek ju edhe stërnipat e juj, mos e paçi pa ditë. Me të dal nga jahta, sikur të isha shpendi, do ta bëja me gruan time, me një fotopërshim që do ta thoshte kështu. Pas autobusëve dhe ujit të pishëm 24 orë, erdha në Budë që të shoh se si është e mundur që gjatë muajve të verës ta bëjmë lëvizjen e qytetarëve me anije. E po ashtu, fola me kryetarin e Budvës se si ta mbushim pishinën e Gërmis me ujë të detit. Me respekt, kryetari juaj, Shpend A. Ahmeti. Kjo letër i dedikohet redaksisë Ekspresit, zotri Berat Buzholës. Por jo, Shpendi u ngull. Shkoj të jeta qarra. Kapiten Shpendi. Do me thënë, kjo gjiro e anijës kaloj atë shumë banalitet, sa që mua si personi thjesht dhe qytetari i Prishtinës më shtyri të bëj disa hipoteza. Unfollow Berat Buzholës, remove Shpend Ahmetit dhe vazhdo jetën në qetësi. Pra, këta burra afër mezomoshës e me komplekse të veta filluan të shtyhen si adoleshent në bylyk. Për një pra, na harrua neve xhamatin dhe sovranin, ata të cilët i dojnë, votojnë dhe bëjnë like ndonjëherë, dhe shpërthyn me statusa që nuk mund ta besoja. Apo kupton te ajo. Kontrollin të shpëtim pse do të çeki pas deri dia sot me ndropi një vend anë, okay anë, kur ski ku në shku që shpallon në rrugë vanin, kur kush se kshir punën në vetë vend anë, ka nis mongër mot që e kena vjet emrin. Prap një vend anë, okay anë, kur ski ku në shku që shkallon në rrugë vanin, kur kush se kshir punën në vetë vend anë, ka nis mongër ka për neve që e kena vjet emrin. I maca patika, me dal dika, po nuk po dika, Prishtina veni ma të prap stika, rinka, shumë qkon ka muzika, se cili thot për tjetër njeri kësa s'po dika. Në anën tjetër, vetë vendosja mi që të ramir,
e heshtur në dhomat e saj të torturës dhe marrës në pyetje, filluan duke pritur shpendin me oficerët e saj. Derisa shpendi vazhdonte me ngull të mbroj parimet e një partije, e cila me shefin dhe oficerët e saj të Gestapos të vetëvendosjes, prisnin ta marrin në pyetje dhe ta torturonin shpendin deri në vdekje. Nëse ka ditë, nëse nuk e ka ditë, i do ta pyesim. Video. Nëse vërtetohet që ajo ka qenë pronë e devalve, do ta pyesim kryetarin e Prishtinës, a e ke ditë, zoti Ahmeti? Çështo shkon edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe në Londër, edhe për çfarë do që si gjesti. Fakt, shpendi jo që nuk ka ditë. Ka pas shembuj pafund bashkëpartijakëve. Ju kujtohet kur oficerët e Gestapos të vetëvendosjes të morrën në pyetje Ilir. Ato drenisë që kanë në një shoha, po? A një shohën. Në momentin kur më është thënë që ti je shkarkuar nga koordinatoria, për arsye se statusi juaj ka bërë bujë të madhe në opinion dhe gazetarët kanë pas shumë dëshirë të komunikojnë me neve, kam thirrë zotin Kurti dhe zoti Kurti më është përgjigjur që unë nuk jam më shefi që përgjigjem për atë sektor. Sot jemi duke zyrtarizuar këtë ndarje. Pra derisa tortura kineze. Pra, tani më flasin një qytetar i vërtet i Prishtinës prej zonës të parë qendër, përkundër plot zërave të cilët kanë shajt, kanë kritikuar ças kanë bë, të cilët në fakt as kur vjen puna dhe vota shpend, as nuk votojnë Prishtinë. Ha. Po se kanë pyet një sekond vlla. Një pyetje më apo shpendit. Një pyetje shumë thjeshtë. Shpend. Kryetar. A den në të vlla? Shuk edhe shep me që të shamir, kush do që është prapasken të këtyne gjanave dhe gjesteve të cilë me ngull tentojnë që ta hudhin po shpend, është viti zgjedhjeve tjera. Pra, tash dëgjani. Dëgja. Vull, dëgja. Dëgja Kadre, dëgja Blerand, dëgja Memli, dëgja Uran. Dëgjani ju të lytë dë këhit. Dëgja Begjet. Dëgjani mirë. Një. Për të 4 vjetë, qejt laskuca shpendimi ka hek prej mahallës. 2. Trotuare në ka shtru. 3. Autobuza kena. 4. Uj po. Tash nëse vini me një ofertë dhe platformë, nuk duhet të jetë hiç më pak se laminat. Laminat la. Dëgjo. 3 rokjen. Dëgjo këtë. Laminat. Nëse nuk vini me ofertë, me laminat me mashtru para mahallës, dëgja. Pedoni shehrin, shehri ka kushte vlla. Shikus dashur, para se me dalë teren, protagonisti ishte Prishtina. Majet Prishtinës, me pamje, ka qyteti. Shukriu i Vatkël, shpërpuqet si komando, edhe mrejt. Let's go. Saw you shoot your rocket up into the sky. Hey, I heard Drenas. Ti? Drenas. Po ne keni kryetar ju? Ramiz Ladrovci. Qysh? Ramiz Ladrovci. Ti? Ramiz Ladrovci. A keni pa misionin kur kam qenë në Drenas? Jo. Ti? Jo. Qërështë ta? Ta dëmë një qka ka bot mirë Ramiz Ladrovci për juve. Për neve? Po. Po veç që ka marrë postin tash. Sta është okej, Ramiz i për juve a ju? Se di, nashta është, nashta s'është. Nashta është? A pua? A di një që Ramiz i ko 5 drejtoresha vla? Unë jam Anita, drejtorisht për bujqësi dhe ekonomi. Okej. Ti? Kemi të qore, drejtorisht administratës. Po e dina. A i din ti? Po e di A shpresoni që në të ardhën në bu drejtoresh? Jo. Jo as.
Se menoj me kanë gazetare, veç di e kumë përcjell seancën Që seancë? në kuvend Edhe? komunal në Zënas. Apo e që ka ndodhë, ka zonë me. Jo, tash. E përshëndesim vullnetin që është nga Negroci. Pashtu gazetar ka fillu si ju në Drenas dhe Unë pastaj... veç të bo praktikë. Në dhe dha, që të e ka njësë. Hop, Ani mirë. po, banone, hop, krem banone. Falem shumë vaq. Mirë dita dhe përshëndetje. A më mirë vetë qka? Prej kaj qeni? Prishtinës. Ti? Vështrës. Ti vëglushe e vatë këtë? Prishtinës. Qështë Prishtinës? Ti do të ri? Këtë Prishtinës këtë? Kënë e ko... Apo, kënë e ko... Jo se ju ispjo vetë se na kena shpenit. Kënë e ko kryetarë vështëria? Bajram Mulokun. Bajram Mulokun. Qka ka bot mirë Bajrami për vështërinë dhe për juve personalisht? Valla, Do deshto kanë kur heq. Ha? Dhe kur gjo? Kur. Qa bëni? Si e? Erdhëm. Ku erdhët? Në Prishtinë. A erdhët a shku? Erdhëm. Prej kajt? Prej Frankfurtit. Seriozisht e kia? Po. Shajza. Sa ke rruga e gatë? Sa e dush. Jo, Po seriozisht. kalon shumë mirë, se kanë shofera shumë të mirë edhe stafi perfekt. A ju leshin me pi cigare mrena? Jo. Vete, mrena? Po. Apo, a? Ka të zëmë ishtë në sen, ka t'jeshtu me preorde? Drenicës. Kënë e ko kryetar Frankfurti? Nuk e di. Seriozisht. S'kam ide. Where you guys from? Turkey. From Turkey. Yeah? Yeah. Like Istanbul or somewhere else? Istanbul. Alright, can you tell me, so like we won't transmit this in Turkey, yeah? Is this president of yours alright for you guys? What's your name? My name is Gökçen. Actually, we have different views with my husband. I think no, but he supports it. Why do you like Erdogan? Erdoğan'ı destekliyorum. Da? Çünkü Erdoğan sorry. renk kattı. Yeah, okay, go. Okay. Sorry. Yeah, Tamam. no, fuck this. It's okay. Come on, hadi, go. Bence size de bir tane Erdoğan lazım. Ya? Bir Erdoğan da size gerekiyor bence. Okay. So, Ben de ciao. Jo. E kaj tje? E Prishtinës? A Shtimës. Kënë ka kryetar Shtimi jam e zemër? Naim Ismaili. Ashtë okej, që ka bo kryetari jëtë për juve, për shambull, ashtë atë më mirë? Mirë sham, deri tani ka rëfundu shumë sene. Seriozisht, për shambull? Edhe pse s'mëj me vequ as një parti. Po? S'ka lidhje për partinë ato foqë. E, ka të në visë një senë. A të përqe Prishtina? Po. Ha, po. Me misë Shtimja? Normalisht Prishtina është kryeqyteti. Po. Shtimi o qytet, e ka një dallim mes vete. Jo, Shtimja është këthejt. Po marrë parasysh, këthejs është edhe këto. Për ku po shkani? Afganistan. Seriozisht da? Kështë gjihada apo thjesht? Po sillem me rreth Emrat. Kush është kryetari më i mirë sipas teje Luna? Hajde. Kryetari më i mirë? Kosovë. Shpendameti. Apo? Pa marrë parasysh që ka ndodha? Po marr parasysh. Tutëm! Kush është kryetari më i mirë sipas juve në Kosovë? Asnjë hiç gjë. Të të kia? Të më konjoni, vlla, për që në që i kena. Përshëndetje Klinez. Ju përshëndet Shukriu i Vatkël. Qa bëni? Me dita, a më në të vedi shka? Ju. Tutna. A i një për me zgjedhë Berat Buzhali kryetar Klinës? Vajz? Vajzush. Zoj? Më falë lutë. E di që e të lidhë patikat në falë që për të pengoj. A mund që mi lidhë shumë të mjazë. Wow, amazing e qëfar populli i bukur janë Klinez. Përshëndetje. Si e? Mirë. Nga je? Nga Istovu. Nga Istovu, nuk je nga Klina? Jo. Oke, kush është kryetari i Istovut? Është miku em, apo? Qoar. Etja, apo? Fadil Ferati nuk është. Po? Është Aki Rogova. Aki Rogova. A është i mirë ai, sipas teje? Po. A është a vjedha, po oke s'përdora, po në diçka? Nuk e di. Teri dikun. Që jem në te? Elvira. Sa mirë atë gjitha. Ty e sot të pasë, u gabova. Shifisat të bukur, shifisat të njom, shifisat nga Klina, shifisat... Shikjanë? Arve. Ti? Nështem. Nga jeni? Klinës. Ti? Klinës. Qka studioni? Loj sen, shkull mesme jam.
Ti? Kam kry shkollën në mesme tash. Çka po bën në Prishtinë? Dolem pak. Ti? Shtetënik. Tu një gripin, a? Kush është kryetari juaj më i miri në Kosovë? Së kulli gjia shurë. Së kulli ba? Shurë? Miku jema, po. Po një pyetje. Si kur të kandidoj Berat Buzhala për kryetar Klinës, a do ta votoni? Çfarë të më? Së kulli bet? Bet. Ha? Betë. Beto? Si abe, çfarë bëra? Ja. Kryetari të kryetarja më e mirë. Ai ta të fete ja hjälper. Ta të fete ja hjälper. Ta të fete ja hjälper. Amazing. Shikus të dashur, ju të jeni të ndjek në si çdo të shtune, edhe ju të jeni vajza djem të klubeve të natës edhe keni huq, ose thjesht jeni të huq, mos harroni kanalin tim në zyrtar në YouTube është me Shukin, klikoni dhe abononi, çdo klik juaj kontribon në mirëqenien time, kur qenia jeme është mirë, atëherë e gjithë specia njerëzore është në mes të shkëlqyeshmës dhe fenomenales. Sot jemi në studio. Për juve vjen sonte, edhe nuk jemi në studio. Është pika ditët jemi në plazhën e Ekspresit me qëta Shamir, majet Prishtinës, pekajt pushijet dhe Stambolli. Në dini ju. Masi veçartë pranë vera, kena vendosë me dal jashtë edhe mos pumshet. Në studio kam një pezonave ma tombël dhe zemërthryesin e shumë vuajtëve. Ramadan Krasniqin danë Mishdita. Dita më së gjeta. Nisë të erdhe. Kera e parë që po bojmë bashkë emision, edhe është çudi, më hum doget. Po si është jetë, është super që nisëm që shtu verë, rahat. Ka të misen, haloj ongoing edhe i aktiv. Ka qa shumë, e në fundin apo në aeroplan, me 28. Qysh është e mund që me mbjetu që ka gjatë në skenë? Po, falemnderimet i takojnë Zotit edhe njerëzve të cilët më dëgojnë, kanë durime me më digu, edhe normal respekti i ma ndaj tyne, se për ndryshës nuk ka mundësi, me kaq staza gjata o problem. E që ata po thëmë, se është pak të lashëm, sidomos të kuptimin funksionasin i pazari madh i muzikës, s'ka industri në fakt, me thonë, ha? Bashkë ashtu industri, mirë fort fare. Po, okej, qysh jetu knukove të fundit, po vazhdon në klube jashtë edhe mrena, po? Po, si zakonisht. Ne. Qash ma profitabil? Në parajengje, falë. Po, jo, no. Në parajengje familjare, zakonisht, ajo është verës, dhe më thonë, qëshori Koriki Gushti edhe shtatuari këto e ma të shpeshta. Ka aty këtu edhe gjatë vitit, po mbrëmje rinore. Mbrëmje rinore, interesant. Da ka të më një sen, që më intereson, a janë ma profitabile për një artist, zjafetet, a mbrëmjet rinore. Ku është ma okej, ku është ma stabil njeri financiarisht për futje? A di qysh për financiarisht, normal dasmat janë më të mira se e din e ki godën edhe... Bakshishi është ekstra? S'ka bakshish mo. S'ka bakshish? O kry puna bakshish. Seriozisht? Të ndëruar mysafir. Shqyqyre e? Shqyqyre. Unë me Zinani nuk më folë gati një vjetë, puna e qyne bakshisheve, edhe puna, jo veç me ta, po unë e kom pas debat në Lëqenë se e maqë një kafesh, me shumicën e këngëtarëve. Ti e din sa kom kënu në Lëqenën, 18 vjetë non-stop kom këndu. Dhe më thonë, Koriki Gushti e në konë, dhjel ketë që i flasë, po unë jem këngëtari i parë që e kom po sefti Ulqini, edhe 18 vjetë non-stop kom këndu, ati o konë kapaki, kulmi, shumë mirë o konë. Po që ndodhe që si e mund? Po më vdiq gruja që 8 vjetë edhe më ndej e lash. I kisha mila fmit e vegjel edhe me shkullën në qënë, sarë kom shkullën në qënë, kom marrë dhe grunë e fminë me veti, kur që të tash ndryshu një sandet edhe... është puna që ti... Ma të orientova në dasma. Oke, është puna që të kthejke me një kohë, ku e kom bashkë me shoqën, apo vështisht... Jo, po, kisha fmit e vegjel, kush me mirujt fmit. Oke. Mi marrë fmit, mi mbaj 2 ditë më qenë, ata sigurisht që s'kishin dajt. Jo djegën, jo. Edhe, kjo është arsyeja pse e lash Ulqinin, do më thonë që 8 vjetë s'kom knu më në Ulqin, 9 vjetë. Nuk është pun biznisi që është fullën, a?
kuptimi që s'kish shkon më që se Dani nuk vjen ulçin se jo kështu, jo s'po shkon në plazh, ti kanë jep sa duhet parë jo ne. Ja, s'është vërtet, ja, s'është vërtet. Okej. Bile masi ko ka qashtu, sa ka marrë Dani parën në ulçin krejt e stradë, më mbjell s'ka marrë sa ka marrë në vet. Pasi më shtinë veç me folja. Jo në të folë që të mu më interesant. E daslet e marrin që për shes menda që jo, e din këngëtar tjerë, kush është Dani. A jënë, a vlen fjalla për ty ulqinak burat pak? Jo. Jo? Jo, unë nuk guxoj me mendu ashtu për shkak se ulqinin e du fort, ulqinak ti du fort, më kanë respektu çdo herë, edhe i kam respektu çdo herë. Normal, pa neve Kosovare ata s'kan pas, ata e pranojnë, e thojnë çdo herë. Po ja, ulqinak janë. Po duhet mi kuptu të shkret edhe ata, që ato 2 muaj i kanë. Edhe... Becet, Kjo është ajo. Me pas, me punu 12 muaj, ndoshta më ndryshe. Po që ato 2 muaj mundohen shkret mi shfrytzu edhe. Jo, po është e kuptueshme, tash e përmend punën e bakshisheve, unë ta lidha me një sen punën e bakshish. Është për arsyeja pse unë jam kundër, është mëkat me pa një njerëz si ti, ose një njerëz i cili dartës, ose edhe pse unë s'kam çaq mrapa vetës, me thonë tu knu me një mramje, edhe me një moment mu afru kush do, edhe me t'jep kesh parë, do të thonë përshëndet ma në tezën. Do të thonë, mu ka do. Unë se praktikoj ashtu. Është përjetua, po. Jo, me kon ahen familjar, po. Ajo është diçka tjetër. Mirë po, se di unë e kom fatin ku të që të këndoj, edhe në përdasma, unë nuk e praktikoj. Po. Me porosin. Unë e kuptoj shumë mirë se është, o kon vakti që s'ki pas qare. Po. A në përmëra mirinore s'ka shansë. Po. Ja, nuk ka shansë kure për jetë. Për shkak se edhe me qitë dorën zemër kanë ndryshu sendet për shkak se s'po kanë më pare njës. Po. Për pare në konë njës më ndryshe, kanë pas pare ma te, për tash jënë kushtu sendet s'ka më. A ju në më shmena s'po kanë pare? Jo, s'kanë pare mu. Nuk kanë pare mu. Në pasha zotin. Vezi. Okej, po shkojmë, po flasim për një sen tjetër. Puna e udhëtimeve jashtë vendit dhe mramje shumë të shpesh tarinore. Shumica mu kanë anku që jënë të argjite, atë në ankohen shumica sa të rrimë me ta. Ideja është kjo, pse nuk ndodh, alo se unë pa që një këngëtar pezojnë, për ma shamë, Sabri Feyzullah, ty, që në ndasër njerë që kanë mrapa vetës një bagazh shumë madhë, e bon si Oliver Dragojevic në Kroaci që e ka u areni, e bon me një vend ma të madhë, edhe i mbledh, e bon biletën pak ma shtrajt, i bon 2 vjetë edhe krynë ma Sa pjetër. mirë po fleta, përshe? Ideja jam idealiste. A di qysh, me keq kuptim, pa keq kuptim, po... Se kemi në atë kultura, atë nivel. Qka mund ganë? Dikush ma ka e prasë një skena orkestër, jo atë në më, Ja, na kemi krejt mundësin, po se kemi atë nivel me të arë 5.000 vetë, 10.000, 15.000, 20.000, si ku që shuvini përmende ti. Fort mirë, Oliver Dragojevicin ka dhe këngëtar tjerë, edhe ju mbushë stadioni me 30.000 vetë, 40.000 vetë. Sa kongë ki danë paka shumë ti që që i kënon që në tujat, jo që adaptime, jo kongë djetra që me është A di qysh, do këngëtar, na pak që jemi ma djetër që kemi bagazh pak ma tepër, kemi kongë ma tepër, na kishim mujtë lirisht me bo një thjesht, po thëmë, koncert recital, se ki kongë, mund është krejt pi fillimi deri në fund, 2 orë vish me kanë këtuja. A mund është që të Ramadan? Gjdo këngëtar kish mujtë ato me bo, po tena s'ka mundësi. Tena me respekt, po na se kemi atë mundësi. Për fatë keqe, patim një koncert, merë me men, një koncert humanitar, për t'i këndë smut, unë mbledhën plot këngëtar, shkum, as 20 vetë s'ka në. Po them për një sen, ty si Ramadan Krasniqi, edhe njëre po thash, ty si Doni, mi bo për shumë një koncert solistik, me kitë senet e tuja, që je vetë autor, me pas një orkestër, me bo biletet ma shtrejt. Unë i kisha ordan. Ti e po, more me bo pa hymje hiq. Jo, me hymje. Edhe ashtu nuk të vinë. A beson që nuk vinë? E qysh mbledhën çdo natë, çdo javë. Po qëtë e shto problemi, në për papa shkojnë, në për diskoteka shkojnë, pa problem, pagujnë hymje, argjojnë. Pa fond, Kore me shku diçka me vlera kështu, me ndigu, zdojnë. Se ka provu halja as një këngëtar. Që kjo është ideja, ha? Nuk e di kush mundet me marrë atë guxim i pari me thyaktin që thojmë tëna me bas si sendi. Unë e kësha bo pa problem, po ndo një ambient të madhë s'ka mundësi, e di që i ka me dështu sigurisht. Jo, unë e që ta kam ndo një teatr, ndo një sinema, diku, edhe me ftesa me tjenjës. Amfiteatri Prishtinës, nëse Elina Duni e mush, qako Ramadan Krasniqi se mush. Ki drejt. Nuk e di. Halja s'kemi marrë guxim as njoni.
Ajo pejon nga të femrat më të mira në Kosovë, në mene që dhe në botë. Venezuela dhe peja që S'po di, shqiptarët janë krejt bukra. Unë kisha gabu me mendu, se le mu me thonë, çdo shqiptar është e bukur, ku do, ka të shkoj shqiptarët janë të bukra. Veshën bukur, kanë stil. Kjo është ajo. Dallojnë tash. Qytetet e tjera thonë, pejon ka të janë më të bukra, ka të bukra çdo ku. Pejon ka të janë më të mira në Kosovë, sipas teje. Janë po jo. Janë. Janë. Okej. Teoria tjetër. Femrat më të bukura, mashkujt më bajata. A janë pejonët më bajata në Kosovë? Nuk e di. Po gjithku ka edhe femra të bukura dhe mashkujt ishin të bukur, po. Unë po flas për gjininë femnore, për mashkuj. Jo, do vol si tipa, jo kështu të bukur më do. Si tipas, po di. Çet ka kapre, çet ka. Masi vete për pejone e di, gjinia mashkullohet mashkujt për shembull, që janë 5, më thojnë Dani, o që e kini femra t'ju fut lumë t'ju shkafin e madhë. Jo, të vull, ajo në bajot ashtu me nejtë me ta dansë, janë të vull për fizik, të është e lam pa onë. Ja, ma na pejon t'jemi shmekerën e emi, na emi zëtninë. Jo, ka dalti se. Kredi. Peja është model për gjithka o konë çdo herë, tash normal është kuj qyteti Prishtina. Krejtë Kosova, krejtë qyptaria që tu është. Prishtinalisht ka, Prishtina është e ketë. Po, peja hënë e donë konë për çdo sen. Në falë, kur e thëmë peja, e thëmë me rrethin. Me Gjakovën me këtu? Jo, ka dalë. Jo, po mendoj. Pej, a di shka është për mu? Ty janë një spis togut, e ty arë deri në pej, rrugov, e ty shkuan deri një nik që kjo është pej për mu. Qate? Asi, okej. Peja me rrethin është pej. Okej. Tash një sen, Gjakovarë të kam pas zonin deri vonë një reputacion. Kur rëdonë me pej, po më doke që ja opshtun Gjakovarë, jo, ta marrë qarë, jo, kam pas një farasi. Ja, bes. Unë e kom shok shumë, Gjakoves nuk janë ta ma qarë, po do shta, ju kam beq ashtu, jasë janë. Janë galantë dhe Gjakovartë janë. Dan, a është e vërtet afera soliteri në pej, si pas teje? Nuk e di për ato. Jo. Kom kufa informate, kanë shkruje, kanë fole, nuk di ku gjoshës. Okej. Po këtejmë si pas teje, në mes të Leonor Rajkupit Adelina Esmalit, obligative. Obligative? Po. Dyja ti respektoj, dyja ti du, kam respekt për dyja Leonora e Kupi. Respekt. Në mes të Milaim Zekës dhe Berat Buzhalës. Sa më kushtove, dy ti du. Edhe Milaimin e kom shok, edhe Beratin e kom shumë shok, të lutëm qëtu mësë më kushtove. Mos, hajde se, dy ti këna shok. Qëtu nuk gudzoj. Nuk gudzoj qëtu dytë. Mos, thuj. Të lutëm, qëtu mësë më kushtove se edhe Milaimin edhe Beratin kom respekt, shumë kom respekt për ta si janë shumë të maj për mu nuk gudzoj me bo dalin. Kush është maj kojshëm? Ani për pak për një njansë Beratin. A dy ti du? E di, edhe një du. Milaimi është gjysë pejoni se... Një me kja? Po. A ti mëse se agjen, djemë të agjes i ka në pej. Ajo rritë në pej, ka arë shumë shpesh. Djemë të agjes ti unë i kam shumë shok. Që di su nuk... Se ajo është një trenicës kuptohet, po ka ndelë shumë pej e di. Që ato po thëmë dhe që di që pas ka nejnë pej nuk... Zeka ka zeka në pej që jetojnë e jonë bashkë kushërit ma të afer tina. Djemë të agjes. Berat është klinezë. Cila ma afer. Shmekero këtë është. Edhe Milaimin, jej. Në mes të Ardit Gjebrez dhe Adi Krastës. Adi Krasta. Okej. Në mes të Dafina Zeqqirit dhe Era i Strefit. Edhe këto i kom dyjat kështu, dyjat jënë të mira, kuku për mu. Mos i dajt, it's okej. Dafina Zeqqiri. Dafina Zeqqiri, i dajt e. Ashim ta që nuk i dajt e. Ta thëmë drejtën me dyjat. Jo, ti tash më thesë, unë si kësha dasë një, nuk është mi dasë njonën. Po ti po më thush për një, dush me thonë me domas. Jo, it's okej. Në mes të Sabri Fezullahu dhe Sinan Bllafaliu. Sabri Fezullahu. Okej. Dytë janë të mirë, dytë janë... Po, Sabria është maj vjetin ndër neve, ka një bagazh, e ka një sukses që ka nësë mundu me mbri kur, me playback edhe me koni aqë sukses që bravo Sabri. Me të mund me vadoni, amazing. Okej. Në mes të Armend Rexhepagiçit. Edhe Aida Baraku. Ka në zgjedh. Që? Dytë. Mi do të u danë. Ja, zvan. Ja, ka vendi ku s'moj, mos më kushtot klute. Ja, vim paketa, po. Këta dy si kësha do asë. Dytë. Janë amazing. Kam respekt për dytë. Industrinë e muzikës dhe televizive në Shqipni. Na jemi rritë me një influencë me televizion amerikanin dhe anglez,
Dhe sot ata kanë model Italinë dhe qatë... Ata neve s'na dojnë hiq. A do me të tregu kështu? Po. Pe i përvojët që e kom une me ta, ata neve s'na dojnë, shumë mirë the. Ata... O, keq kuptim. Po. Ata i dojnë ma shumë malezez, italian, grek, macedon, sërb, se neve. Seriozisht. Këtu me sinceritetin më të madh po ta them. Me shumë që kom dajt une, besom, më kanë zhgënyu. Nuk e di pse, na jemi shumë ma të afërt me ta, i respektojmë, i dojmë, gjithçka. Jo ata neve, na i respektojmë shumë atë për sa ata neve. Jemi na budalla, ata dhe batë me neve ose... Jo, për na jemi ma zemë mirë se ata edhe apet na qatë bojmë, adhe të shkojmë Shqipni, t'i lojmë parat atje, të hargjojmë atje, se janë dhazën tonë, mota tona, po nuk e di aja vlenë edhe, e di që s'na din për nderë. Oke, arsyeja... Mendimi jam është. Arsyeja e pjesëmarrjes do me thonë... Pa ke qëftim falë, për një pjesë më t'i folë, nuk e folë për... Se më t'i folë për krejtë se. Arsyeja pse trajtohemi që ashtu është pse ja kemi bo vetës. Ja kena bo vetit. Apo? Duhet edhe na njëjtë që shtidhen ata me neve dhe na që ashtu, bile edhe njerë ma keq edhe me i këfirë pak me thonë, ej, ka dale se na jemi para juve. Na jemi model për juve për gjithë shka, për çka të doni. Edhe, po, na, Kosovarë gjërë, na jemi ma toleranta, ma zemër parë dhe... Edhe ata na keq përdorin, ajme thënë këta. Oke, i kam një top list vodkër, ku kena unë e doni, mi kënu, besoj 3 kongë. Erdi koha e super freestyle-it. Dan që sheme zhanre të tjera të muzikës? Indigoj krejt ka pak. Seriozisht? Ka pak, jo shumë. Unë e të më po që, kur kënan, je pak, nuk je, ashtë, nuk i swag që do një të trit, je pak ma mirë koqet. Nuk e kini farë? Maj koqet. Po, je maj koqet. Jo që Ismet Peja që u koqit shto, po me koqit. Ja, në historinë e Ismetit dhe sa është e vërtet nuk e di pas dhe Ismet kërë unë pas. Tash t'i ki pas një gjore tjetë, t'i ki pas me sy problemin, jo okej, tash ashe? Me? Me sy. Po, ku pas problem para 18 vjetëve. Po faleminderit Zotit, isha në atë kohë. E pa ta fatin, isha në Belgjikë edhe atje më ndej u bona 11 herë operacion. 11 herë? Po, 7 herë në qëtësy, 4 herë në qëtonë, menda 9 mujve. Edhe ma e keq janë 11 anestezionit totale për 9 muj, ato s'lejohen. Një 4 muj lejohet një anestezion, une... Total? 11, total. Bile, me të thonë, kur më pishit të isha ndo staciona mu. E kena një reper? është i 5? 5? Gjiko s'ka kush tjetër? Ja, po, okej. Po, në majsh. Hajde, po shkojnë ashtë. Hajde, famshmi. Ja, i vetëmi me qyre. Mas ma përzi, se ja kam shumë mërzi. Ti me sytë e zi, buzët e amlja që shi. Mas ma përzi, se ja kam shumë mërzi. Ti me sytë e zi, buzët e amlja që shi. Qatin klab jo me qunë, e qëna natë kur vjen është tuna. Kena qikat me vit, pesha që shopuna. Hajde dredhe për këtë gjinë, baby. Deri sa të thirin policin, baby. Të se dite kur ta përmendaj se kongën që du me lëshu stash. Këtë mesazh kjo është edhe kongë me mesazh, jo veç që e ka kënu autori, po edhe unë këtë vejo për çdo ditë, edhe çdo javë. O vlla, vish bëni llaf sa doni, sepse neve s'na hapalla për kopalla. Është fjala për Bedri Islamin ai, edhe është një kongë që e mëshme. S'na, po, kjo ma tje ka pak nu diku një festival, nuk e di. Po. Në akordit Kosovës, dika se di ma ti. Kjo është një 25. E Bedria si këngëtar, si autor, okej? Bedria këngëtar i mirë, shumë këngëtar i mirë. Edhe unë menej, është super person edhe... Super këngëtar i mirë, super njeri i mirë është. Imagjinoni kjo kongë i ka sa 20 vjetë, a ma shumë? Po, para luftës... 20-25 vjetë është. Është crazy, ka kam një s'po më hap palla për kopalla, tekst incidenti, garanta, ha? Ja, që di. Unë e di baka shumë, hajde, që Bedris t'ja këna një kongë. Më hap palla për kopalla? Jo, e di ki pra, këtë në shumë. Kjo është akorde, më vëdër. Danat, hap palla ty për kopalla, ha? S'ma ndin për kopalla, s'ma ndin për kopalla. S'ma hap palla për kopalla, do t'a nxjerru gjumin, do t'a kaloj lumin, do të marrë për dore, ty o rimalsore, do të marrë për dore, ty o rimalsore. S'ma hap palla për kopalla, do të marrë për dore.
një sen. Qitë kongë, komin nga ato mitet e familjes tonë, për që, më thënë, së ma palla për palla, do të marrë për dore, ty mu e varmalcore. Kuptimi që e ka thonë që Bedria ka pas një samë gatunare, edhe familja nuk e kanë lënë. Edhe Bedria në serë revolte, s'ka pas me marra që s'ka u gju, se familja ka që ditë. Po, serë revolte si artist, e ka shpërthy një kongë, me thonë, s'po ma palla për jo, po. A ka si probleme a Leon Pej? Sa keq. A ka si probleme? Ja, s'ka si probleme. Se zilë? Ja, ka. Ma ndim për kupalla. Dëgjom, unë çdo qytetar e ka përjardhën PTK ti ka tu. Po dalin në qytet. Po, kasoni kaptoni madh. O integru, o qytetru edhe nuk ka kush të keqë aty. Do të thonë, në atë parti kemi ty nikit, kush e di para sa vjet. Po, unë për veti mu s'blem për shtypje. Mu martu i qytetin me të katundit me qytetin. Ka të ki pas gjuhën? Una? Ka të ki pas gjuhën? Unë e kom pas të katundit. Se zi? Pasha zotin, po të baranit e dal me Belgjik, atje e linë me edhe qështu. A ki pas problem? Shtu të punës një përgjësi? Për ne se tash. Ajo kone linë me Belgjik e rritë me atje... Ti e kon katunare aty. Una? Ti e kon katunare. Në të lidhe. Bravo. Sa e linë me në Evropë e rritë me edukume. Kulturën e Evropës, faktikisht të një bro katunare. Që po shkojmë me një kongë të Donit, ka dalë dole, që famin pranverë në vonë ati të... Tafarja. Mas që është pranverë, pe kryna bashkë. Edhe pe krymë. Unë jëmë Robert të. Hej, tash fjallet të morën dhe me tjeti sonte ti po flen ke një shtare. Është fakt se kam gjelozi, por sakt e di se kush jeti me katare. Pranverën e vonë, as një tranapi ma nuk qenë. E ti ma mashtron, pas ti e pa një vend. Hej, ndoshta u bë mirë, unë e kisha shumë vështirë. O, sa teksti mirë, po që të vëdhëm do në që bëjmë në që bëjmë në bardë, a që bëjmë, këta ma. Është fakt, kam shumë gjelozi, sa e di se kush ishe ti, me t'je. Gjithjetë, se s'pe di. Pranverën e vonë, as një trandafi ma nuk qenë. E ti me mashtron, pas ti e pa një vesh. Edhe kry.